Vajzat kanë shok, shoqe? Kjo është parajgjykimi i dytë që marr. Të gjithë thonë që po goca nuk do jenë sociale, nuk do takohen. E parë punës, goca na ka neve, ka motrën e saj, ka gjyshrin e saj. Jeni as shok as shoqe. Pra Po. ti e mamaja, babai, motra, gjyshrit, kanë vendin e tyre shumë të rëndësishëm. Shok e shoqe, të moshës së tyre. Duke qenë se neve mësojmë nga shtëpia, kursejmë shumë kohë, që po të ishim në shkollë nuk do kishte kohë, sepse në shkollë njerëzit mendojnë që fëmia ime po bëhet social. Jo, e vetmja kohë është ajo 5 minutë midis lëndëve apo pushimit drekës. Kur je në mësim, biles zysha nuk të rekomandon të flasësh, thotë pushoni, se po flas unë, po mësoj unë. Kurse goca vete në balet, 2 herë në javë vete gjimnastik, pra me grup shoqëror, bën futboll 2 herë në javë, bëjmë takime me grupe të tjera që bëjnë të njëjtën gjë dhe bëjmë projekte bashkë, pra dhe socializohemi. Pra ajo ka aq shumë gjatë javës që është mbas edhe më shumë se një fëmijë që vete në shkollë. Flas për socializim. Jo thjesht të rish në një bankë dhe të dëgjosh mësuesen. Flas për biseda, projekte që bëjmë bashkë, luajtje bashkë. Ajo ka mjaftueshëm dhe më shumë se ç'duhet biles.